ai nuk është thjesht një emër me gradë. Është në qendër të një skandali të madh pronash në Veternik, por KMSHK hodhi poshtë ankesën duke konfirmuar se raportimi ishte bazuar në dokumente zyrtare dhe burime të verifikuara. Të ardhurat e tij vjetore nga policia janë 15.556 euro. E kom ble pronën konform gjitha procedurave ligjore. Çka ka tjetër të shqegu? Si shit, më kanë shit pronën e vetë, unë i kam qenë interesum, i kom pas mundësit dhe e kom këtë. Konform rregullave të tregut. Nuk jetojmë këtu në komunizëm, po jetojmë në demokraci. Tu i kam vlerësuar edhe çdo sa është në rregull. Veç për ju po duket se nuk është në rregull. Mbrapa me është zyrja ku çdo ditë hyn dhe del një zyrtar i lartë i policisë së Kosovës, Nevroz Hasani. Por tashmë ai nuk është thjesht një emër me gradë. Është në qendër të një skandali të madh pronash në Veternik, pjesë e projektit të diskutueshëm urbanistik Prishtina e Re. Hasani figuron në listën e pronareve me pasuri të bllokuara, ndërkohë që një parcelë e tij prej 600 metra katror në Veternik është e bllokuar nga gjykata themelore në Prishtinë. Urdhri gjyqësor ndalon shitjen, dhënien me qira, bartjen apo regjistrimin e pronës deri në vendim përfundimtar. Lidhja e tij me Afrim Gashin, tregtarin e njohur të tokave dhe një nga personazhet kryesore të skandalit në Veternik, ngresh shqetësime të mëdha. Gashi ishte arrestuar me 25 gusht të vitit 2023 për mashtrim dhe falsifikim, dyshohet se ka shitur të paktën 22 parcela duke përfituar mbi 5 milion euro, ndërkohë që Hasani ka bler një prej parcelave prej 90.000 euro me dokumente dhe transferta bankare që lidhen me Gashin dhe Ylber Hysenin. Në deklarimet e tij për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, Hasani këtë vit ka raportuar pasuri mbi 500.000 euro, duke përfshirë shtëpi, disa ara, trua të trashëguar, 2 banesa, një garazh dhe një vetur Volvo me vlerë 10.000 euro. Ai ka vetëm një kredi prej 2.600 euro në Procredit Bank, ndërsa të ardhurat e tij vjetore nga policia janë 15.556 euro. Hetimet lidhin Hasanin me rrjetin e Afrim Gashit, i cili përmes ndërmjetësve, avokatëve dhe notarëve ka regjistruar dhe shitur 10 prona me dokumente të dyshimta. Provat e mbledhura flasin për transferta bankare milionçe dhe certifikata pronësie të falsifikuara, duke zbuluar një skem të thellë mashtrimi dhe legalizimi të pronave të vjedhura. Hasani ka bërë një ankesë ndaj portalit Insideri duke pretenduar se artikuj që lidhin emrin e tij me aferën pronësore cënojnë prezumimin e pafajësisë dhe reputacionin e tij. Por KMSHK hodhi poshtë ankesën duke konfirmuar se raportimi ishte bazuar në dokumente zyrtare dhe burime të verifikuara. Në deklarimin e dhënë për policinë në mars të vitit 2023, Hasani thotë se ka bler parcelën prej 600 metra katror me 5 shkurt të vitit 2021 nga Afrim Gashi për çmimin 90.000 euro me pagesë përmes bankës. Ai pretendon se posedon dëshmi të transfertës bankare, se prona është regjistruar në emrin e tij dhe nuk e ka shfrytzuar pronën pasi ka mësuar për kontestin civil. Ai thotë se Afrim Gashin e njeh prej kohësh kur ky merrej me shitblerje të patunçmërive, ndërsa Ylber Hysenin e njeh shumë pak. Nexhat dhe Gursel Sadiku i janë drejtuar Inspektoriatit Policor të Kosovës me 27 nëntor të vitit 2023, duke kërkuar hetimin e Hasanit për veprime kriminale që lidhen me pronat në Veternik dhe Matin E. Ata dyshojnë për shpërlarje parash, korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Sipas tyre, Hasani ka përfituar nga parcelat e trashëguara padrejtësisht dhe marrëveshjet me kompaninë ndërtimore Lirimi ACL. Ata përmendin prova shtesë, kontrata ndërtimi dhe lidhje familjare e shoqërore mes familjes Hasani dhe Gashi. Afrim Gashi u arrestua nga policia me 25 gusht të vitit 2023, ku ju gjetën 4 pushka ajrore, 3 pistoleta, mbi 50 fishek, mbi 450 dosje me dokumente pronësore dhe notarizime, afër 6.000 euro para të gatshme dhe pajisje elektronike. Ai akuzohet për mashtrim dhe legalizim të përmbajtjes së rreme dhe konsiderohet recidivist. Unë do të provoj të kontaktoj edhe vetë me zyrtarin policor Nevroz Hasani lidhur me këtë çështje të ngritura. Alo? Alo, përshëndetje zotri Hasani. Përshëndetje. Shpresoj që s'po ju pengoj, jam Kimetja gazetare prej Insiderit. Po më pengoni shumë, po urno fol. A mund të përgjigjesh shkurt në disa pyetje? Po është shërbimi i pagumu, i parasitun, apo ka bëjnë me të vërtetën? I nderuar, pyetjet lidhur me tokat tuaja. Shumë mirë, ja kom sqaru
se çka është konform ligjit. Çka duhet me sqaru? A mundeni me na shpjegu marrëdhënien tuaj me Ylber Hysenin dhe Afrim Gashin dhe si janë bërë pjesë e hetimit dy pronat e regjistruara në emrin tuaj? E kom ble pronën konform gjitha procedurave ligjore. Çka ka tjetër me sqaru? Më na tregu raportin me Afrim Gashin edhe me Ylber Hysenin? Shit plers. Si çdo shëntor tjetër. Çish i nje ata? I njo se si shit. Më kanë shit pronën e vetë, unë i kam qenë interesum, i kam pas mundësit edhe e kom ble. A kina i raport tjetër me Afrim Gashin? E njo si shit. Si shec? Po. Prej cilit vetën ja? E njo disa vite më herët. Po me Ylber Hysenin, a keni raportit të tjera? S'kam raporte tjera, për që e kom ble pronën për tine. Inderum, nëse mund është me u përgjish në pyetjet që po t'i baj. Jo, unë e kuptoj se jeni të vërësirë, mund të jetë edhe të pagum, po fakte, për me përshim mund, këtë aspekt ju nuk keni. Gjithçka që kemi raportuar deri më sot kanë qenë të gjitha të faktuara me dokumente. Gjitha, nëse doni të vërtetën, shkoni në instansat ku duhet me marrë të vërtetën. Duke marrë parasysh vlerën e konsiderueshme të tokës në Prishtinë, si e justifikani blerjen e këtyre pronave? Konform rregullave të tregut. Nuk jetojmë këtu në komunizëm, po jetojmë në demokraci. A janë trashëguar blerë pasqitjes së aseteve të tjera apo janë bërëm vetëm përmes të ardhurave tua si zyrtar? O zoja, zënjush. Shumë mirë e kom potencuese prej kohët e kom pranë pasuria jeme. E kom blerë trutën 2004. E kom siguar shumë mirë në përgjigje. Prej sot në 2018 e kom përfitu banesë dhe lokal. Shka po të një tjetër me bo? Mirë dhe këto përgjigje po t'i kërkojmë edhe ne. A keni pranu kërkesë zyrtare nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit dhe Inspektorati Policor për të ofruar një justifikim për origjinën e pasurisë? Të gjitha janë marrë me mu, të gjitha i kanë konstatu, i kanë vlerësu edhe çdo sa është në rregull. Veç për ju po duket se nuk është në rregull. Okej, a keni diçka tjetër me shtu për fund? Kom edhe diçka tjetër. Edhe për pora një marrë urba me mu. E s'kan lënë gjo pa bo, por nuk kanë mujt me mhek për rrugës teme. Asgjë nuk mundi, a murt vesh. Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit për gazetën Insajderi ka thënë se zyrtari policor Nevroz Hasani nuk është përfshirë në kontrollin e plotë të pasurisë së zyrtarëve publik dhe se rastet e konfliktit të interesit trajtohen konfidencialisht deri në përfundim të vendimit. Më tutje, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit na ka konfirmuar se këtë pyetje i konsideron si denoncim ose raportim. Inspektoriati Policor i Kosovës ka konfirmuar për gazetën Insajderi se është duke zhvilluar hetime paraprake lidhur me rastin në koordinim të plot me Prokurorinë e Shtetit, por pa dhënë detaje të tjera për shkak të integritetit të procesit hetimor.